Por arrestimi i tij është një zhvillim pozitiv në mënyrë të padiskutueshme. Ajo çka Partia Demokratike kërkon i bën thirrje Europolit, Eurojustit, vendeve partner të monitorojnë me seriozitetin më të madh këtë proces. Ata kanë legjitimitet të plot sepse veprimet e Ergys Agasit janë bërë dhe në dëmtim të shtetasve të tyre në territorin e Shqipërisë. Ai kontrollonte çdo person që hynte dhe të gjitha komunikimet. Në këtë kuadër, procesi Agasi mund të tejkalojë çdo proces të zhvilluar gjerë sot ndaj bosëve të mafjes në Itali, Shtetet e Bashkuara dhe Gjetiu, mbasi informacionet që ka disponuar Agasi në internet kanë qenë të pakufishme. Agasi ka qenë një rrezik për NATO. Agasi të gjitha dhënat e sistemit TIMS ja u ka dhënë armiqve të NATO-s dhe kartelit të troprinëve, midis tjerash. Ndaj dhe edhe njëherë thirrja ime për organizatat ndërkombëtare, Europolin, Eurojustin, por edhe agjensitë e zbatimit ligjit të vendeve partner të angazhohen në monitorimin dhe ridimensionimin e hetimit Bardhyl Agasit, që është vetë Edi Rama, që ka vepruar në emër të Edi Ramës, që ka në kontroll të plot Edi Ramën dhe e mbyll këtë me thirrjen për dorëheqje urgjente të Edi Ramës, mbasi s'është gjë tjetër veç se një agas në karrikën e kryeministrit.